Sigurisht që ka pas momente të shkputja e dialogut strategjik, nëse ju kujtohet, kur u komunikua se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do e ndërprejnë komunikimin strategjik me dialogu strategjik me Kosovën, ishte po ashtu radhitje e arsyeve që i ofrohet shumë legjislaturës amerikane për vendosjen e personaliteteve politike në listën e zezë për shkak të provokimit të çështjeve të sigurisë. E di që është shumë delikate për të diskutuar në këtë drejtim sa i përket faktorëve të brendshëm edhe njerëzve këtu, sidomos në raport me situatën në veriun e Kosovës, me që Kurti ka ndërtuar ka shumë populizëm për suksesin e madh në veri, dhe jo në drejthijen e së vërtetës së tërheqjes së Vučić për të arritur përkrahjen e Bashkimit Evropian në situatën cilën ndodhet përballë protestave me muaj e vite të tëra në Beograd, duke qëndruar politikisht kundrejt asaj dhe duke hequr në një formë ose tjetër kritikën, peshën e kritikës për prezencën e tij në veri. Tani Kurti sikur ka zbutur deri në nivelin e çfarë është komunikimin dhe çështjen e veriut, sepse 10 komuna janë të udhëhequra nga lista sërbëse.